Për pjesën e para, Kiko Po për pjesën e parë, po e kam një shpjegim pse fiton vetëvendosja 51%. Po. Do me thonë, tu ka shumë variabla, po mu isha me shpjegu mirë s'do, se e kom menu gatë. Okej. Në Kosovë, në Shqipni, shqiptarët, kosovarët, po në përgjithësi, gjithkohë botë, të qenërit trem është mirë, është aset, është virtyt, është vlerë, që ashtu e përjetojnë njerëzit. Për shembull, kur i thu dikuj është trem, ose kur thot dikush është trem, o kanë kupton lavdat, edhe jo kritik. Edhe Kosovë s'ka pas luftë për një kohë, tu i qenë vend ballkanik, është një pak ma e... Kur i ke thot dikuj a jetë trem, e ka pas mundësin hipotetike mu përgjigje, dhe ka thonë, po trem jam. Edhe erdhë lufta në Kosovë. Pyetja, a jetë trem, tash merr ke përgjigje konkrete. A jetë trem, a ki me luftu? Qysh e dini ju, numrat janë kohë të vëgjël, pjesëmarrjes në luftë. Edhe na dul që në pjesë e madhe si shim kohën bashtrima qysh jemi përgjigj në kohën kur na kanë pyet. Edhe në rregull, është tu kry lufta fatmirësisht tu çlirum. Nuk ka asnjë vend në botë ku krejt populli merr pjesë në luftë. Gjithashtu, trimnia ka dimensione të ndryshme, nuk është trimni veç me ka parme. Po fatkeqësisht këtu veprimi fizik trajtohet si trimni. E veprim fizik në luftë paten pak veta dorën në zemër, s'kem qa boj. Gjithsesi u krya ajo punë. Edhe plot burra e kanë pa veten bashkë me gratë veta tu ik. Është traumatike për një burr kur i thot grus, o ik se na mëtën. U kthy mas lufte. Edhe ajo është mbyllje tash. Mbyllje, një farë ndjenje poshtrimit. Ikëm, s'luftum, s'najtëm. Do në zemër edhe këta që kanë luftu, janë krekos pak ma tepër sa që duhet, janë kontri, kanë abuzu në ashta një pjesë me atë fakt, i kanë nënshmu tjerë që se kanë tregu nivelin e trimnis njëjtë, edhe kjo ka kriju irritim. Edhe u vendas Kosovë, qaj që ka luftu e trem, qaj që s'ka luftu së shumica, u do keme shkel gojën. Dul Albin Kurti, një person që jo që s'ka luftu, po ka thirrë në demobilizim, pra ka thonë mos se kapni armën, nuk e kapi kur armën, midis lufte, mas ngjarjes jasharajve. Edhe dul Albin Kurti i shajke këta komandantat. Dul një trem që s'ka luftu, që për do këtë si me ku ma trem se këta që kanë luftu. Automatikisht, për një pjesë të madhe të burrave në Kosovë, u hap një dritare, je trem edhe nëse s'ka luftu. Plus Albin Kurti e bon një veprim tjetër, i ndoti motivet e luftës. Këta tha kanë luftu për me vjedh. Edhe një përgjigje. Tash, aj që ish ik, e ka pa gruja tu ik, e ka përjetu si për shtrem, unë gjallë pak, se kur i thejke na i kush, ti a ke luftu, s'ko ke trem nëse s'ke luftu, a i thejke, jo njëm trem se Albin Kurti, plus unë e normal që s'kom luftu për me vjedha. Këta njerëz, që Albin Kurti ja u ka jap mundësin murin gjallë, me përjetu vetën edhe njëherë si trem në një shoshni ku me qenë trem është dhe rëndësishme. Nuk ta lëshojnë Albin Kurtin edhe me dalë nonën me ushaj. As nuk ka lidhe me veri, as nuk ka lidhe me shtesat fëmijëve, as me kur gjo hiç. Se për ndryshe, nuk e keshim për cilë këta në ndryshime kardinale që a i bën. Pra, këta e dojnë Albin Kurtin kur thot ne do ta shlirojmë verem dhe shkon veri, të njëjtit e dojnë Albin Kurtin i cili tregon të jeta gjara që kur i ka thonë Agim Veliu, të shkojmë bojmë operacione policore në veri, ky i ka thonë jo, pse po do më fërku me Serbinë. Këta e dojnë Albin Kurtin edhe kur tha taj që nuk ka bisedime me Serbinë dhe takime me ta pa u kthyt pa gjeturit. Këta e dojnë Albin Kurtin edhe kur pa u kthyt pa gjeturit, ka bisedime atje. Këta e dojnë Albin Kurtin, jo veç në gjëra të ndryshme, në gjëra të kundërta. Dhe arsyet janë që ato që po t'i thamë. Ringjallja e tyne përmes kësaj dritare që këja u hapi trem pa luftu dhe ndotje motiveve të atyre që ka luftu. A ke nisa shumë sa me lështokë, kësh pa blet tokë në luft.
kishe shet të shka ko të menuaj për pasoni. Pse s'ka luftu ti? Pas luftojnë në për me vjedhë, se kur këta, pa asnjë diskutim edhe këta ja vjep me numra. Pasonikat më të mëdha në Kosovë, lidhje me UÇK me komandanta s'kan. Pasonika më të mëdha në Kosovë, me pronat më të mira, me kapitalin më të madh, me punat më të mira, vazhdojnë me qenë persona që kanë pas babalorë funksionar në sistem. Në sistem. Diskriminimi që ju ka bërë Drenicë për 100 vjet, edhe 50 vjet tjera, krejt bugjetin e Kosovës me paqu vishën Drenicë, s'kish mujt me u barazu me çfarë diskriminimit madh ju kanë bërë. Ju a dini se s'ka pas rrugë të asfaltume për Prishtinën në Drenicë, dy realitetet kundërta janë konë komplet, atje bombardime, këtu bira 40 kilometra ko distanca. Mas lufte, 85% të rrugëve nuk janë kot shtrume në Kosovë. Që për autostrada, se ka ditë ku shka janë. Nalë pak edhe imaginani, 85% të rrugëve nuk janë kot shtrume në Kosovë. Vish parëmnoj çfarë varfënie dhe çfarë diferencë ka ekzistu. Edhe në 100.000 banesa, elita shqiptare jugoslave para lufte, 100.000 banesa i ka përvetësu. Sa duhet me vjedha i komandanti luftës me arrit me i boj 100.000 banesa. To e numra statistika, kush o interesu ma hëll, ja u qaj. Ka ekzistu mas 70-ës me kërkesë Bashkimit Evropian për Jugoslavi, për shkak se ka pas diferencë të madhe mes, për shkak të azojmë Slovenisë dhe Kosovës, BE-ja i ka kërku Serbisë që me intervenu me përmirësu gjendjen në Kosovë, se brenda një shteti, diferencë shumë e madhe. Si pas të dhënave statistika, nxjerrën nga enti statistikës në ish Jugoslavi, edhe institucioneve të drejtësisë atje, 45% e buxhetit shtesë që e ka qu Serbia në Kosovë, si kërkesë e Bashkimit Evropian, është vjedh për funksionarëve shqiptar, Jugoslav, shqiptar, komunist. Pra edhe 100 vjet me vjedh komandantat e luftës, as nuk i ofrohen Veton Sërrojt. Veton Sërroj ka pas deklarim pasonis 40 milion euro. Pse më nuk i pengoj pasonia Veton Sërrojt kërkuj? Pra nuk është ideja atë. Po Albin Kurti ja ka jep mundësin prap se cilit një që ka ikë. Me mujt me thonë, unë s'ko mikse jam tëtë, s'po unë s'kom dosh me luftu për me vjedh, edhe unë jam trem se Albin Kurti. 20% elektoratit i rrun Albin Kurti veç për qëta. Pjesa tjetër është mashtrem, munges alternative, ju pëlqen që shfol, një farseri bazi, e të tjera. Po baza është i kjo,